Qendra e shërbimit të ndihmës juridike Falas në Përmet ka regjistruar një rritje me rreth 30% të rasteve të trajtuara gjatë 3 mujorit të fundit, duke u bërë një mbështetje e rëndësishme për qytetarët. Shumica e çështjeve janë administrative, por nuk mungojnë edhe rastet civile, penale dhe familjare që prekin drejt për së drejti jetën e përditshme të banorëve. Gjatë 3 mujorit të fundit, Qendra e shërbimit të ndihmës juridike Falas Dega Përmet ka shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të rasteve të trajtuara. Sipas juristes Fetie Maliqi, rastet kanë qenë të natyrave të ndryshme, me theks të veçantë në ato administrative. Kjo tregon se qytetarët janë bërë më të ndërgjegjësuar për të drejtat e tyre dhe po e shohin qendrën tonë si një mbështetje të rëndësishme. Problemet kanë qenë të natyrës administrative, kemi pasur qytetarë që kanë pasur probleme me dokumentacionet, me verifikimet apo regjistrimet e pronësisë në kadastër, si dhe probleme me vitet e punës. Këto raste janë më të shpeshta dhe ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve, ndaj ndërhyrja jonë është e rëndësishme për t'i mbrojtur dhe për t'i orientuar ata. Po bëhen aktivitete të ndryshme për të informuar qytetarët lidhur me të drejtën për ndihmën juridike Falas. Ne çdo muaj zhvillojmë aktivitete promovuese dhe ndërgjegjësuese për të informuar qytetarët. Informimi nuk është njësoj në njësitë administrative, ashtu siç është me institucionet në qytet që ne bashkëpunojmë, si ndihma ekonomike, shërbimi social, zyra arsimore, zyra e punës dhe shërbimi përmbarimor, shërbimi provës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri çështjeve të trajtuara është rritur në rreth 30%, përfshirë çështje të natyrave civile, penale, administrative dhe familjare.